Kështu që ka që ishte. O, muha, amun është një ajet për 12 imamët. Po, për 12 imamët kemi disa ajete, jo vetëm një, por mundi me ta dhënë ajetin ku Ibrahimi a.s. në surën Bekare, ajeti s'di sa, veç pakës, ku i thot Zoti, o Ibrahim, ty të kom bo edhe profet, edhe imam. Pra, i thot Ibrahimit, o Ibrahim, ty të kom bo edhe profet, edhe imam. Dhe mande i thot, o Allah, po a do të ketë imam lider të popullit? Thot, a do të ketë imam edhe për pasarësit, prej pasarësve të mi? A i thot, po, do të ketë, do me thonë, po ata nuk do t'jenë prej mizorve, prej tiranve. E Jezidi e ka lidh këtë verset kuranor, surja Maide 49, shënoje, kjo është verseti për imamët, pra Maide 49, 59, dhe aty shkruan, surja 4, 59, aty shkruan Zoti, thot, etiullahe, wa etiur rasul, wa ulil emri minkum. Që do me thonë, o bindjuni Allahut, bindjuni Resulit dhe bindjuni atyre që ju japin emër, urdhra, që ju udhëheqin. Këtu pra, si mas tefsireve, tefsirit të Imam Aliut janë imamët, janë 12 imamët, sepse Imam Aliu është zgjedh gjithashtu kur i thotë në surën Maide, si që tha, ajeti 5, në surën Maide, ajeti 67, kur Zoti në Gadirul Hum, tefsiret e shkrujnë edhe të sunit edhe të shijat, thotë Zoti në Gadirul Hum, o Muhammed, sot e lexuam të gjyzi 6, thotë ngritu edhe thuje, kumtoje, nëse nuk e kumton, nuk e ke kry misionin ton. A ju frigonte profeti, se e dinte që Aliu ka pas dushman, jo që ka qenë i keq, po në kohën e para islamit, gjatë islamit, Aliu ka mbyt shumë njerëz, po nuk ka mbyt për pik qefit, ose në pik ditës, ose në qytet, ose në për shtëpia, po vetëm fush mejdanit. Prandaj ka kriju shumë dushman Aliu, dhe profeti ka hezitu me tregu këtë ajetin, surën Maide, ajeti 67, ku i thot Zoti, ngritu, o Ali, o Muhammed, ngritu edhe kumtoje, nëse se kumton se ke plotsu, këtu mande i ngritët, edhe thot, nalni, thot samarët, nalnu haxhilarve, e bëjmë një kodër kështu të madhe, me samarët e gomarve, e deveve, e kuajve, e tjere, se ka qenë si lugin, edhe kapët për krahun e Imam Aliut, i thot, hec Alit, hypim nalë, përmi samar, që të nin njerëzit, dhe thot, men kuntu me vla, fe hadha Aliu me vla, thot edhe disa gjana tjera, e keni të playlisti Ehli Bejti, Festa e Gadirit. Shkrune qështu, Festa e Gadirit Ikbale. Pra ik, jo ig, se unë e kam me kali. Pra Festa e Gadirit, edhe keni në YouTube, në kanalin tem, 40 minuta flas për këtë fest. Pra ky është një ajet, dhe i thot, mas kush më ka njoft mu me vla, prijes, mas meje keni Aliun. Kemi pastaj një në surën Maide, përmendet Aliu, miqt dhe mbrojtësi tuaj, janë vetëm Allahu, i dërguar i ti dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin duke qenë të përullur ndaj Allahut. Pra këto e ki në surën Maide 55, ku Imam Aliu ka qenë në namaz, vjen një varfër të profeti Muhammed në bord xhamis, edhe i thot profeti, lyp ky varfër, profeti thot, shko thot që atje në xhami, tha njoni që ka është të falë.
Vetëm Imam Aliu ka qenë të bërë namaz edhe ai mandej kur vjen i varfri i kërkon Imam Aliut ai zgjat dorën kështu edhe e merr unazën. Unaza. Edhe këto e keni te Ehli Bejt Kur'an. E tjera, që tash po t'i tregoj veç pak. Dhe kur Ibrahimi Bekare 124, shënoj e vllai nderuar, dhe kur Ibrahimi Zotit të tij e provoi me disa urdhra që i thash ko preje djalin, bone kurbane, tjera, e dërgoj Sarën me gjeth Ismailin e qitin shkretin, e sprovoj Zotit, shumë Ibrahimin e ka sprovu. Dhe ai i kreu këto urdhra plotësisht, këto sprova plotësisht, i tha Allahu atër, po të bëj të jesh pritar, imam, bashkë përmendën Kur'an arabisht, imam për njerëzit, edhe disa pasarësit e mi u lut ai. Do më thonë, ky ishte pejgamber, po plus i tha edhe imam. Edhe i tha, ka me të bo edhe ty imam, edhe disa nga pasarësit e mi, që kanë qenë prej Ismailit, vjen familja e pejgamberit, baba Mutalibi, Abdul Mutalibi, kur ata nuk i kanë rënë sejdë idhujve, edhe para Islamit. Merë me mend emrin Abdullah, Allah, paska pas ky emri Abdullah, robi Zotit edhe para Islamit. Plus ngritën ja do sekte vahabiste selefiste, i thënë babës Ibrahimit, babës Imam Aliut, i thënë ajo kon qafir. Qysh more qafir? Qafirat, pa besimtarët, hajde po shkem veç të e fundit, se kjo shumë e gjatë, e konë sigur dhe këta tjetër, me një vend tjetër, kur të vdes pa besimtari, duhet me shku, me urdhënat, me varros, me ritualet e pa besimtarit. Atëherë i kanë djeg, i kanë gjujt në deti, krishtert i kanë vesh me tesha, ku ta diun, ndërka që muslimat i kanë la me gusul, me kret, i kanë mshtjel me qefrin, i kanë bo teslim, i kanë dërzu Allahot. Të lutëm kalonit e TikToku i ri, edhe bojani subscribe, faleminderit shumë. TikToku i ri është Iqbal Berisha Uduti. Dhe tash merë me mend, profeti Muhammed, paqja Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, e ka pas mbrojtësin më të madh. Dhe ai vetja ka la trupin, e ka mshtjell me qefin edhe e ka varros. Edhe nonën e Imam Alis, tjetër gratë, ja kanë la trupin, ky e ka qut e vorri, bile plus, kur ja kanë drejt varrin, ja kanë drejt qaq bukur me gur, se atje toka është si rrë, si zallë, edhe qaq shumë e ka dash nonën e Imam Aliut, sa që edhe varrin e saj ja ka respektu. Edhe emrin e saj, Fatime bint Esed, ja ka vendos, e ka emërtu bijen e tij. Pra Fatimetu Zehra. Pra nga kjo kuptojmë se nëse Ebu Talibi, baba i Imam Aliut, pas ka qenë qafir, pa besimtar, si ka besu Zotit, atëherë se pas ka majt një grua besimtare, të cilën gjithashtu pejgamberi e ka vëros me ritualet islame. Nuk e ka vëros me ritualet jo islame. Por s'kan mund profetin me jazbe ftyrën e tij, ndërqimin e tij, profetsin e tij, jevrejt edhe krishtert asaj kohë që kanë qenë shumë belagjinat ko, prandaj edhe jenë dëbu prej Mekës Medinës, sot më hiq se hiq, veç kanë met musliman që janë me emre, janë të krishter, janë një hevrej, ka edhe asi munafika, po nuk ekzistojnë jevrejt edhe krishtert edhe jahudit, nuk jetojnë s'pakon Mekë e Medine. Dhe edhe Ebu Talibin, edhe Fatime bin Esedin, babën e Ebu Talibit, edhe nonën Aminën, nonën e pejgamberit, edhe babën e pejgamberit Abdullahun, edhe gratë e profetit, gjithmonë përmes këtyre personazheve kanë dasht, sidomos përmes femrave, kanë dasht me jazbe ftyrën e profetit Muhammed. Me i thanë që aje pas ka pas babën qafir.
edhe ja do hadithe katastrofë të rreshme, Zoti na ruaj, që bile pas ka thonë babën e kam unë në fund xhenemit se ka vdek pa besimtar. Ku po din ai me gjyku babën e vet pa besimtar kur 2 muaj para se me lind, ai ka ndru jetë. Plus emrin e ka pas Abdullah, plus Hamza, Abdul Mutalibi, kur këta nuk i kanë ranë sejde idhujve. Ndikush po don me hy, por unë kërkoj falje pa emra, pa si se mande po shahen pra kallzon një jetë të qartë për 12 imamët. Po që bre vlajem, që ta një ta tregova të qartë, kjo pra kur i thot, Zoti ka me ba imam prej Ismailit a.s. Komplet. Mande është tjetra, pra e tregun këta, pritar për njerëzimin edhe disa pasarësit e mi, u lut besimtari im, tha ai që nuk do të përfshim mizor. Kjo është për Imam Aliun, për imamët e nga Ismaili a.s. Kjo tjetra thot 207, Bekare 207, ka nga njerëzit të tillë që e flijojnë veten për të fituar mëshirën për robrit e vet. Surja 59, Surja Nisa ajeti 59, tregova bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe bindjuni atyre që ju japin urdhëra. Imamët kanë qenë si mas tefsireve. Po Jezidi ka thënë, o Hysejn, bindu mua se ta heki kryn, sa peshe që apo thot Kurani. Jezidi që ma shumë i dehur ka qenë se sa khalife. Ndërka që për emrat që i ka përmend profeti, janë hadithi vetëm të burimet sunite, shite, të shijave. Ndërka që për 12, numrin 12 imam, prijes është edhe të hadithet sunite, edhe të shiite, pra të shijat. Kemi këtu që po shkojmë. E kush të kundërvihet ty lidhur me të, pasi që të erdhi dienia, thuaj, e janë të therasin bi, ta në bije tuaj, kjo është vetëm për ehli bejtin, që aty është Imam Aliu, surja e Mallkimit, pra ajeti Mallkimit me krishterët, edhe këto e keni Mallkimi, ajeti Mallkimit, surja 3, ajeti 61, surja 5, ajeti 67, kjo është thot kumto, men kumtu me vla, fa hadha Aliun me vla. Zoti ka thënë kumto, o profet, kumto atë që të shpallet nga Zoti yt, nëse nuk e bën atër, nuk e ke transmetuar porosinë e tij të plot, kurse Allahu do të mbroj për njerëzve, do ta mbroj, kanë do ta mbroj për njerëzve. Aliun, Allahu me siguri nuk e drejton në rrugë të drejtë popullin që nuk beson. Hadithet për imamët 12, hadithi Thekalein, El Thania Ashare, profeti Muhammed ka thonë në Sahihul Muslim, shkruje vlla, hadithi numër 3, 1821, libri 20, kitabi El Imara, kapitulli 5, prijesit dhe udhëhecit, Sahihul Buhari, volumi numër 9, i njëjti hadis në disa vende, libri 89, kitabul El Ahkam, hadithi 329, dhe Musnedi i Ahmed ibn Hanbelit, pra themeluesi i mezhebit Hanbeli, vëllimi 5, faqja 87 dhe 92, thot kështu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, feja do të mbetet e qëndrueshme derisa të udhhiqet nga 12 prijes, të gjithë do të jenë nga Kurishët. Kjo është e mjaftueshme. Do me thënë, ajetet ju dhash, mjafton 4-5-9. Surja Maide 5-9, eti Allahe, eti Resul, ulil emri minkum, bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe atyre që ju udhëheqin, ju japin emër, që e mendim vjen hadisi mas kësaj, feja do të mbetet e qëndrueshme, derisa të udhëhiqet nga 12 prijes, imam, prijes në gjuhën arabe, në gjuhën shqipe, në gjuhën arabe, imam.
Pra, të gjithë do të jenë nga fisi profetit Muhammed. E pastaj hadithet e rreshme i kanë shkrujt prijes edhe djemtë e Muavis edhe Jezidin edhe Kret. Jo, more ta, në 142 Bekare thot, do t'i bëj tha prijes edhe prej djemve tu edhe pasazhve tu, por jo kriminalet, jo kriminalet, jo ata të devijuarit. A ishte qashtu? Vikare. Nuk do të përfshi mizorët, nuk do t'i përfshi mizorët, Bekare 124. Pra, këtu të ky hadisi përmendën 12 prijes. Bile si pas kom qitë hadithet prej shijave, vetëm Sahih Buhari, Sahih Muslim dhe Musnedi Ahmedi. Jo dhash këto? Hadithi Gadirit men kuntu mevla, fe hadha Aliun mevla, e ki Musnedi Ahmedi ibn Hanbelit, kush më ka njoftër mua si prijes mas me jeken i Aliun, e ki Suneni el Tirmidhiu numër 3713, Suneni el Nisa libri Hajave sahabe, hadithi 60-30 e tjera e tjera. Hadithi Thekalejna, po ju lo 2 gjana. Unë po ju lë mes jush 2 trashëgimi të rënda. Librin e Allahut dhe familjen time ehli bejti. Ehli bejti janë 3 imam. Aliu, Hasani, Huseni dhe vazhdojnë 12 deri te i 12 të imam Mehdiu. Pra, kjo është, unë po ju lë mes jush 2 trashëgimtar të rëndë, 2 trashëgimi të rënda, Kitabullah wa itratu ahlul bejt. Këto dyja nuk do të ndahen nga njëra tjetra deri kur të takoheni me mua në Hauth. Hauth është vende në xhenet. Sahih ky hadith i sunnive i komar, Sahihul Muslim numri 2468, libri 44, Kitabi al-Fadilet al-Ashab, Sunenu Tirmidhi numri 3786. Çto ligjërata do t'i keni të bartura në YouTube, kështu që unë po i flas me të shpejt se i kam shënimet, studimet e mia, por aty mundeni mu vërtetu. Shkrune për këtë hadithin Thekalejn. Ma jepni referencat për hadithin Kitabullah Thekalejnit. Suneni Tirmidhiu, Musnedi ibn Hanbelit, favëllimi 3, faqja 17, 26 dhe 59. E tash, njohja imamatit. Edhe këto e keni, kanë e keni ju imam. Hajde vllaznit e mi, Sunni, qësh keni me dal para Zotit? Kur Zoti ka thënë, çdo popull ka me dal me liderin e vet, me udhëhecin e vet. Kanë e keni ju imam. Edhe unë se kom ditë kur kom qenë Sunni, tash jam edhe Sunni edhe Shia, sepse i mësoj, janë 2 orientime ku unë marrë mësime. A për shihni, ju thash, edhe këtu i kam librat Sunnite në këto raftet mas shpinës, por edhe i kam hadithet edhe shite edhe të regjistrume. Qepra, kush vdes? Wow, vetëm që ta, mjerës ju që nuk e dini imam kanë e keni. Mos e keni imamin e xhamis aty, mulla Afrimin e Tërzimaollës, vllaun tem. Pra, vazhdojmë. Dhe kështu thot, kush vdes pa e njoftur imamin e kohës së tij, do të vdes si në vdekje, si në gjahiljet. Katastrofë, koha e ignorancës, koha para se me zbrit Kuranin. Kanë e kiti imam, o zotni. A e ki imam Mehdin, pasarësit e tij. Për mu imam është rehberi që ndru jetë e tjetëri tash, që vinë prej familjes profetit, Mushteba. Por imami shpirtrori joni është imam Mehdi i fundit, dhe ai ka
i ka pasuesit e tij, të cilët janë të udhëzuar nga Imam Mehdiu, sepse Imam Mehdiu nuk ka vdek, është ngrit në njëjtën mënyrë siç është ngrit Isa a.s. As Isa a.s. nuk ka vdek. Dhe thot pejgamberi, kush vdes pa e njoftur imamin e kohës vet, ka vdekur si në kohën e gjahiljetit, ignorancës. Ka vdekur si jo musliman. Kur i kom lexuar në këto hadithe nga Sahihul Buhariu, Muslimi, Ahmedi, tash ju lexoj referencat, për ju mande në YouTube i merrni e gjeni këtë ajetin, njohja imamit, këtë hadithin, mundeni edhe aty hadith.com, as diçka është sunet.com, është një webfaqe. Aty i gjeni, prej librave sunite. Pra, nëse ti s'ki imam të kohës tënde, kush po të udhëheq, o zotni ty? Kush është ka të udhëheq? Imam Mehdia është imam janë, po Imam Mehdiu i ka pasarësit e vetë. A e dini që Imam Mehdiu i ka nipa e stërnipa në për tokë. Dhe ti nëse nuk e din imamin tënd, ki me vdek sikur se në kohën e gjahiljetit. Kush e thot? Sahihul Muslim, libri 20, Kitabul al-Imara, hadithi numër 1851, Musned Ahmed ibn Hanbelit, vëllimi 4, faqja 96 dhe 97, i njëjti hadith përsëritet. Kush vdes pa e njoftur imamin e kohës, ka vdekur si në kohën e gjahiljetit, ignorancës, jo musliman. Musned Ahmed ibn Hanbeli, pra vëllimi 4, faqe 96 dhe 97. Suneni Nasa, libri i udhëhecëve të kitabi, i pra libri i udhëhecëve, hadithi 4020, pra 4020. Në Sahihul Buhari, nuk është përmend, shih Kitabil el-Fitne. Pra, në Sahihul Buhari veç nuk është përmend. Edhe në Muslimi është njësoj si Buhari, e tjera. Ndërkaq, emrat e imamëve të Ehli Bejtit që shkoni të Ra'ad, ajeti 7. Kështu, surja e 13, ajeti 7. Që Zoti kur nuk e lën as një popull pa një udhëheqës. Dhe ja çka thot. Dhe ata që nuk besojnë, pse nuk i dërgohet nga Zoti i tij një mrekulli? Pyesin ata, thënë, pse s'po na dërgohet një mrekulli? Thot Zoti Muhamedit, ti je vetëm çortues dhe çdo vërejtës mja tërhek vërejtjen, mos u brengos ata që ty po të lypin shumë mrekullina. Ti je vetëm çortues dhe çdo popull ka nga një udhëheqës. Unë jam paralajmërues. Ti Ali je udhërofyes. Në këtë ajet kuranor, mëndej, i profeti Muhammed i thot, o Ali, unë jam paralajmërues, jam profeti, dërguar, i lajmëroj njerëzit. Në këtë ajet dhe ata që besojnë, që ata që nuk besojnë thënë, pse nuk i dërgohet nga Zoti i tij një mrekulli. Thot, ti thuj aty, ti je vetëm çortues, unë vetëm po ju dërgoj, po ju jap vërejtje, po ju çortoj, mos bëni ata, bëni këta, po ju udhëzoj. Dhe çdo popull ka nga një udhëheqës. Gjithmonë Zoti s'ka me lënë kur pa udhëheqës. Unë jam paralajmërues profet, o Ali, ati je imam. Udhërofyes. Ka shumë. Isaku a.s. dhe Ismaili. Po, këta kanë qenë prej djemte Ibrahimit. Ibrahimi ka qenë edhe profet, edhe imam. E vetmi. A profeti Muhammed s'ka qenë imam. A i ka qenë vetë profet. Isa, vetëm profet. Profeti Muhammed ka qenë edhe profet, edhe imam. Profeti Ibrahimi a.s. Por duhet me komentime se normal nuk mundemi këtu në këtë plato
TikTok, nuk është kjo plato akademike, unë veç po ta jap brumin e ti tash studio pak se ma jagi që të gjysën e këtyrëve i kom lexu e tjera copa gati krejt.